I'm sure this presentation will help you in your work as an educator. Jam e sigurt që ky prezantim vërtet që do ju vi në ndihmë në punën tuaj si edukator. Okay, just to give you a background, Sa për background? My husband is general practitioner in medicine, but right now he is a clinical associate in psychiatry in one of the hospitals here in Alberta, Canada. Pra, i shoqi i Xhenit është një psikolog, edhe pse diplomën e tij e ka marrë për mjekësi, por gjithsesi po ushtron profesionin e psikologut këtu në Alberta, në Kanada. And I was trained as a nurse, but right now I don't work as a nurse, but I work as a missionary. Edhe Jane vetë është e diplomuar si infermiere, pavarësisht se për momentin nuk ushtron profesionin e infermieres, por është një misionare përkohësisht për momentin. Okay, so the topic that we chose to share with you tonight is teaching teens strategies of connection and classroom management. Tema që do t'i flasim sot është si t'ju mësosh adoleshentëve dhe strategjitë e ndryshme për të lidhur në klasë edhe për të menaxhuar klasën. So I will be sharing with you some things that will encourage you as teachers. Pra do të ndajmë së bashku disa gjëra që mund t'ju inkurajojnë juve si mësues. And then my husband will be sharing how to manage some students, especially those with disorders. Edhe i shoqi do t'ju prezantoj disa mënyra se si mund të menaxhoni klasën, veçanërisht disa persona që mund të jenë të çrregullt në sensin që të jenë sfidues. Okay, so I would like to tell you that being a teacher is both a privilege and a challenge. Dojoja ta nisja duke thënë që të qenit të mësues është në të njëjtën kohë edhe sfiduese, edhe një privilegj. Especially when you're teaching teenagers. Veçanërisht kur jep mësim për adoleshentët. Because these years, these teenage years are pivotal. Sepse mosha e adoleshencës është një moshë shumë e rëndësishme, grup moshë shumë e rëndësishme. Why? Because teens are shaping their identities and actually testing their boundaries and seeking purpose in life. Por pse mund të jetë kjo kaq grup moshë kaq e vështirë, sepse në këtë moshë adoleshentët formojnë atë personalitetin e tyre. So the teacher's role is to guide them. Edhe roli i mësuesit është që t'i udhëheq ata. And then connect with them. Që të lidhet me ta. And manage the classroom in a way that fosters growth. Në një mënyrë të tillë që të kalojë në rritje. So tonight we are going to learn or explore some strategies for connection and classroom management. Pra sot do të mësojmë disa nga strategjitë që do na ndihmojnë neve në menaxhimin e klasës. First, let's begin with a promise from the scripture. Si fillim dhe të fillojmë me një pasazh nga Bibla. It says here in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tek Fjalëtura 22:6 thotë që trajnoje një fëmijë në mënyrën që ai duhet të shkojë, edhe kur ai të bëhet i rritur ose i pjekur ose i vjetër, ai nuk do të ndahet kurrë nga ajo rrugë. So this verse reminds us, especially you teachers, ky varg na mëson ne, veçanërisht mësuesve, that your efforts to
teach and connect with your students are an investment in their lifelong journey. Në mëson që kjo puna që ne bëjmë për të tentuar mënyra të ndryshme për të lidhur me nxënësit është diçka që do të investoj për kohën e të ardhmen, për rritjen e tyre, për karakterin e tyre. So it's not just about academics, it's about shaping their character and direction. Pra me pak fjalë, nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e akademike, me pjesën e profesionit, por gjithashtu ka të bëjë me rritjen e tyre të karakterit, me krijimin e tyre në një karakter të mirë. So God entrusts you with this responsibility. Pra, Zoti ju ka besuar me këtë detyrë, me këtë përgjegjësi kaq të madhe. But then he equips you to meet it with patience, with wisdom, and of course with love. Edhe si mund ta bëhet, mund të jetë kjo e mundur, normalisht duke patur ato aftësitë tona për të qenë i kuptueshëm, i durueshëm edhe i dashur. One of my favorite authors is Ellen G. White, and this is what she wrote. Një nga autoret e mia të preferuara është Ellen G. White, edhe te një nga librat e saj ajo shkruan. In her book Education, page 29. Tek libri i saj Education, edukimi, faqja 29, ajo thot. It says, the true teacher is not satisfied with second-rate work. He is not satisfied with directing his students to a standard lower than the highest, which it is possible for them to attain. He cannot be content with imparting to them only technical knowledge. Pra, një mësues i mirë nuk do të kënaqeshë asnjëherë me një punë të dorës së dytë. Pra, ai nuk do ishte i kënaqur vetëm me faktin që i drejton studentët e tij nëpër standardet më minimale, por duhet i trajnoj ata me një standard shumë të lartë, e cili është i mundur të merret. Ai nuk do të kënaqet asnjëherë duke bërë punën minimale, duke i dhënë vetëm njohuri teknike nxënësve të tij. She further says that it is his ambition, the teacher, to inspire them, the students, with principles of truth, obedience, honor, integrity, and purity, principles that will make them a positive force for the stability and uplifting of society. He desires them, above all else, to learn life's great lesson of unselfish service. Në vazhdim ajo thotë që duhet të jetë një ambicie e mësuesit, pra, që t'ju mësojë nxënësve të tyre principet të vërtetës, të nderit, të integritetit, të pastërtisë, principe të cilat mund të kenë një impakt pozitiv për një stabilitet edhe për një rritje në shoqëri. Mësuesi pra do të dëshiroj mbi të gjitha që të mësoj nxënësit e tyre një mesazh shumë të rëndësishëm në lidhje me vetë sakrifikimin edhe shërbimin për të tjerët. So for teens or for students, this is critical. Pra, për moshën që po flasim ne, kjo është shumë e rëndësishme për adoleshentët. Why? Because they are navigating a world of emotions and uncertainties. Sepse gjatë kësaj moshe ata kanë një lumë emocionesh në mendjen e tyre. And they need to be inspired with these principles that will help them in their everyday life. Dhe duhet të jenë të frymëzuar nga mësuesi në këtë rast që të kenë si aspirim këto modele dhe këto principe më e rëndësishme për në jetën e tyre. And you know, the teacher who has gained the love and respect of his students can lead them almost anywhere.
Dhe një mësues I cili ka mësuar vërtet shumë virtyte nxënësve të tyre, do ketë besimin e tyre për t'i drejtuar në shumë mundësi të reja dhe në shumë drejtime që ai mund të dojë. And so there should be a connection between the students and the teacher, and this connection becomes the foundation for effective management in the classroom. Edhe normalisht për të arritur kjo menaxhimi I klasës, mbi të gjitha duhet që nxënësi dhe mësuesi të kenë një lidhje me njëri tjetrin, të kenë një komunikim të rregullt me njëri tjetrin. And even modern research echoes these principles and offers practical tools. Normalisht edhe studimet më të fundit lidhen me këto principet bazë të mira të cilat mund të krijojnë një ide dhe një personalitet në të ardhmen. So there was a 2010 study by Beatty O'Farrell and her colleagues titled Classroom Management Strategies for Difficult Students, Promoting Change Through Relationships. Është bërë një studim në 2010 nga Billy O'Farrell edhe kolegët e saj që flet mbi menaxhimin, mbi strategjitë e menaxhimit të klasës, sfidat që studentët nxjerrin edhe ndryshimet që sjellin këto në marrëdhënien e nxënësit me mësuesin. So this study found that building relationships is key to managing challenging behaviors. Pra, ky studim tregon që duke krijuar marrëdhënie nxënës me mësues, mund t'i lehtësojmë këto sfida për që dalin në momentin që ne duam të menaxhojmë klasën. So this study showed that teachers who invest time in understanding their students, in listening to their interests and struggles. Studimi thotë që mësuesit të cilët janë shumë të interesuar të kalojnë kohë për të njohur studentët e tyre, nxënësit e tyre, dhe janë shumë të interesuar mbi interesat edhe çfarë ata priren të bëjnë më shumë, kanë më të lehtë për ta menaxhuar klasën. So when teachers do this, there's the decrease in disruptions in the classroom, and there's more engagement between the student and the teacher. Jo vetëm që e kanë më të lehtë të menaxhojnë klasën, por gjithsesi, përkundrazi e kanë akoma më të thjeshtë në momentin që nxënësit I bëhen më pak sfidues gjatë orës së mësimit, edhe mund të japin mësim me më pak stres. Yes. So there's another study from the Journal of Adolescent Research. Është edhe një tjetër studim nga researchi I adoleshentëve. This is a study. This is a study that highlights the importance of autonomy. Ky studimi nxjerr në pa rëndësinë mbi pavarësinë e nxënësit. So students thrive when given choices within boundaries, like, selecting a project or topic or contributing to the class rules. Pra, nxënësit kanë më shumë sukses ose janë më të lumtur kur ata kanë një liri në klasë. Pra, me pak fjalë, nëse ata kanë një liri për të zgjedhur një ndër projekte që I jep mësuesi ose për të zgjedhur opsionet e tyre më të mira kur vjen puna për të mësuar, për të nxënë në mësim. So this actually fosters ownership and it reduces resistance from the students. Kjo jep një efekt tek nxënësi të tillë në tipit që nxënësi ndihet sikur ka një vendimarrje, një fuqi vendimarrje në klasë, edhe është më pak I prirur që të kundërshtojë mësuesin në këtë fjalë, në këtë sens. So, as teachers, how do we connect with our students? Here are a few ideas.
Pra si mund ne mësuesi të lidhemi me nxënësit? So first, listen actively. Pika e parë është të dëgjosh në mënyrë aktive. Okay, so what does it mean? It means that you take time to hear their stories. Pra që do të thotë të dëgjosh në mënyrë aktive, do të thotë që ti të marrësh gjithë kohën e duhur për të dëgjuar historitë e nxënësve. Because some students, their parents are so busy that they don't have time for them for communication. Sepse mund të ketë disa nga nxënësit të cilët prindit e tyre janë vërtet shumë të zënë në punën, saqë nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur fëmijës. So some students misbehave in class because they want to be heard. Pra, një nga arsyet mbi të cilat nxënësit mund mos të jenë të bindur në klasë është sepse ata duan të ndihen sikur po dëgjohen. So when you listen actively as teachers, you show sympathy and affection and love. Pra me pak fjalë, vëmendja që cila i mungon atyre në shtëpi mund t'ia japi mësuesi në klasë, edhe kjo mund t'i bëjë ata të ndihen të të dej, mund t'i bëjë të ndihen të dashur dhe mund të bëjnë të ndihen pjesë e mësimit, pjesë e familjes. And this will keep teens from discouragement because somebody listens to them. Edhe kjo normalisht që do të ketë një impakt tek adoleshentët, sepse ata do të ndihen sikur dikush vërtet po i dëgjon ata. So number 2 here is showing interest in their world. Pika e dytë është të tregosh interes në botën e tyre. What does it mean? Their world. It means like, what kind of music they want to listen to. You should know if they're interested in sports or tech. Just find the common ground. Pra, që do të thotë që të kesh interes mbi botën e nxënësit? Të kesh interes mbi botën e nxënësit është që të interesohesh se çfarë lloj muzike mund t'i pëlqejë atyre, çfarë lloj lojrash mund t'i pëlqejnë atyre, çfarë lloj filmash apo diçka tjetër, pra të gjesh disa pika të përbashkëta mbi të cilat ju mund të bisedoni, mund të hapni një bisedë që ai të ndihet më mirë duke folur me mësuesin. Yes, because even research shows that, shared interests actually strengthen the teacher and student bond. Pra, kërkimet më të fundit tregojnë se normalisht duke gjetur një pikë të përbashkët, diçka, një interes të përbashkët e nxënësit me mësuesit, tu bëhet fjala gjithmonë në pjesën e muzikës ose filmave, diçka jashtë shkollës, rrit atë probabilitetin që nxënësi të jetë më shumë interesuar dhe të ketë më shumë respekt mbi mësuesin. And the third here is be genuine. Edhe e treta është që të jesh i vërtet. Students, especially teenagers, they easily notice when someone is not genuine. Nxënësit që janë adoleshent e kanë shumë të thjesht për të vënë në dukje kur një person nuk është shumë i sinqert me ta. So, how do you show that you're genuine or authentic? You can share small or suitable stories from your life, like funny moments from young. Por si mund t'i tregosh ti një nxënësi që e vërtet i sinqert dhe vërtet autentik? Ti mund të shpërndash, mund të tregosh historitë tua personale, kur ke qenë në moshën e tyre, ose mund të tregosh një diçka për të qeshur, diçka që mund t'i tregoj atyre që, edhe unë kam qenë në moshën tuaj, edhe unë i kam kaluar këto situata. Okay, so these are practical strategies for connection with your students. You listen actively, you show interest in their world or what they want to get involved in their activities, and then be genuine or be authentic. Pra këto janë disa nga strategjitë se si ne mund të nxisim një komunikim ose një ndërlidhje ndërmjet nxënësit dhe mësuesit. Pra e para mund të jetë duke i dëgjuar ata në mënyrë aktive, e dyta mund të jetë duke i treguar interes mbi botën e tyre, mbi interesat mbi muzikën, lojrat apo diçka tjetër, edhe treta edhe fundit mund të jetë duke qenë i vërtet, duke qenë i sinqert në marrëdhënie me nxënësin.
Okay, so this time I'll turn you over to Dr. Hetland. He will present to you, some disorders of your students and how you can manage the classroom, what you can do to help them in the learning and in their everyday life. Pra, Dr. Hetler, nga ana tjetër, do të na tregoj se si ne mund të menaxhojmë disa nxënës që mund të kenë nevojë për ekstra vëmendje nga ana e mësuesit. Thank you. I'll turn on my video. Yeah, Is my video on? Yes, go ahead. Okay. Okay. And you're doing a very, very important work, your teachers. As I look back on my childhood, I realized the exceptional influence that the teachers had on me. Good, or one had a bad influence. I almost didn't make it in university, but the rest were really good. So, can you give me a little bit of space, sorry, so I can translate as well? Okay. Yes. Thank sorry. you. Yeah. No, that's fine, no worries. Yeah. Pra, doktori po na tregonte se si duke folur me mësuesit po I vinte në mend kur ai ka qenë vetë student se si një prej mësuesve ka patur një impakt jashtëzakonisht shumë të mirë me të dhe I inspirovi për të vazhduar studimet, por nga ana tjetër ka qenë një nga mësuesit e tjerë I cili ka patur një influencë jashtëzakonisht shumë të keqe sa e bëri në një moment mos ta kishte qef shkollën edhe për pak sa nuk hoqi dorë nga universiteti. I will ask you a question. Dua t'ju bëj një pyetje. At what phase in life is the child most impressible? In what, sorry? In what phase in life? Is the child, is the child most impressible? Okay. Pra, doktori do të bëj një pyetje dhe të pyesi se në çfarë grup moshe ka më shumë probabilitet që fëmia të impresionohet nga diçka. And who in life has the role that has the greatest influence upon the child? Edhe kush në jetën e një fëmije ka rolin më të rëndësishëm për të patur një influencë tek fëmia? I will tell you. Pra, ai do të përgjigjë gjithsesi vetë. The child is most impressible when he's in his mother's womb because all of his development of his whole nervous system is all proceeding at that time. Pra, faza me të cilën fëmia është më I apasionuar ose më impresionuar është kur është te barku I nënës, sepse në atë moment sistemi nervor I tij është në çdo moment duke u zhvilluar dhe gjithçka për të duket si e re. And the role that has the greatest influence upon the child is the mother. Dhe personi që ka një influencë më të madhe tek fëmia është pikërisht nëna. After the prenatal influences come the influences of the first 3 years. Pas momentit të lindjes, momenti më I parë edhe më I rëndësishëm është tek 3 vitet e para të fëmijës. By the age of 3 years, the child's destiny is largely determined. Pra, në një farë mënyre, 3 vitet e para të fëmijës, pra mund të themi në një farë mënyre që fati I këtij fëmije mund të jetë në sensin përcaktuar, pra mund ta dallojmë çfarë drejtimi do marrë ky fëmijë në jetë. If a pregnant woman is under a lot of stress during the pregnancy, në qoftë se një nën është në presion gjatë kohës së shtatzanisë,
the baby's neuroendocrine system, which is the hormones related to the nervous system. Hormonet që lidhen me sistemin nervor të fëmijës becomes reset, ristartohen and the baby emerges from the womb with a lifelong tendency toward anxiety. Në momentin kur fëmia lind, ka një probabilitet shumë të lartë që të ketë atë hapësirën për të duruar më të shkurtër. Pra mund të bëhet nevrik më shpejt. The anxious teenager will tend to present the following learning and behavioral problems in the classroom. Një adoleshent nervoz mund të tregojë këto shenja sjelljesh në klasë. He will find it difficult to focus on studies and pay attention in class. Ai do të ketë vështirësi për të fokusuar në klasë, në studime, edhe mund ta ketë të vështirë të ketë vëmendjen e dur për të fokusuar. She will have difficulty recalling information that she's learned in the class or in her homework. Jo vetëm këtë, por do të ketë vështirësi për të kujtuar gjërat të cilat I ka mësuar më përpara, si në klasë ose në detyrat e shtëpisë. He will struggle to keep up with his coursework and with his tests. Edhe do të ketë vështirësi për të adaptuar edhe për të përmbushur detyrat edhe testet edhe për të adaptuar me provimet. She will avoid tasks that she fears she will fail at. Do të gjejë mënyra nga më të ndryshme, nga më kreative për t'u shmangur detyrave ose provimeve të cilat në mendjen e tij ai do të ngel. He will find it difficult to participate in class discussions or to work in groups. Do të tregoj një vështirësi për të marrë pjesë në diskutimet që mund të ndodhin në klasë apo për të marrë pjesë në një punë grupi. The anxious student will tend to be socially isolated and have trouble forming relationships. Por gjithashtu ata mund të izolohen në grupin e tyre shoqëror edhe mund ta kenë të vështirë të krijojnë marrëdhënie me nxënësit e tjerë. She will tend to fidget or talk at a turn or even act out. Do të bëhet tendencioz në sensin që do të flasi pa I dhënë lejen ose do të ketë ato sjelljet e tij të pa rregullta, pra në sensin që do tentojë të bëjë më shumë zhurmë se të tjerët. He may be unwilling or even unable to attend school. Do t'i lindë dëshira për t'u shmangur shkollës për shkak të mosdashjes ose mund të mos ketë mundësi për të shkuar në shkollë. We see that they will make frequent trips to the bathroom in order to avoid the classroom. Pra do të shikojnë që ta nxënës kërkojnë shumë shpesh që të shkojnë në banjo ose të dalin të gjejnë arsye për të dalë përjashtë vetëm për të shmangur nga klasa, nga ora e mësimit. She may experience stomach aches, headaches, or fatigue. Por gjithsesi mund të shfaqin edhe shumë shqetësime me barkun, dhimbje koke ose mund të duken të lodhur çdo ditë. He may act like a clown or lash out at others. Pra mund të jetë ai nxënësi I cili bën gjithkohë shaka me nxënësit e tjerë ose mund të jetë ai nxënësi I cili bëhet shumë agravant me nxënësit e tjerë. And because the anxious student may set an unrealistically high goal of achievement, they may put off their work and have trouble completing tasks.
Edhe duke qenë se janë nervozë edhe ndjen nervozë edhe kanë atë shqetësimin e tyre, ata mundohen gjithmonë të kenë pritshmëri shumë të larta mbi veten, pra vënë objektiva aq shumë të larta saqë në momentin kur ata nuk i arrin, bëhen akoma më shumë nervoz. And the anxious student may be excessively seeking reassurance from the teacher. Edhe në të njëjtën kohë ta lloj nxënësit kanë nevojë që të kërkojnë atë ndjenjën e afirmimit nga mësuesi. So the following strategies may help support such a student. Por këto metodat e mëposhme do të na mësojnë neve se si ti suportojmë këta nxënësit që janë kaq nervoz, kaq me ankth. The expected routines should be made clear. Pra, një nga pikat ose strategjitë që ne mund t'i ndihmojmë ta nxënës është duke i vendosur pritshmëri që janë të arritshme dhe të qarta. And if there are changes to be made, tell them that in advance. Edhe nëse ka ndryshime të mundshme, ne duhet t'ju themi atyre shumë kohë më përpara që ata të përgatiten. Help her to feel seen and heard. Duhet në të njëjtën kohë t'i ndihmojnë që ata të ndihen të dëgjuar edhe të pjesë të grupit. Encourage him to take reasonable risks. Duhet t'i shtyjmë ata që të marrin riske të vogla. Encourage him to try new things. T'i inkurajojmë të tentojnë gjëra të reja. Emphasize that what's really important is his effort rather than the outcomes. Edhe duhet t'ja u bëjmë shumë të qartë të pjesën që nuk ka rëndësi nëse në fund ata nuk mund të arrijnë këtë objektiv që ti u ke vënë. E rëndësishme është ata që ata e morën këtë iniciativë që ta provojnë. Pra edhe në qoftë se nuk e arrin këtë objektiv që i vëmë neve, mos t'i gjykojmë për mos arritjen e objektivit. Mos i qortojmë. And try to have a classroom where all students are included and treated fairly. Edhe të krijojmë një klasë në të cilën çdo student ose çdo nxënës në këtë moment të ndihet i përfshirë edhe që të ndihet sikur është trajtuar në mënyrë të drejtë. Now let's look at bipolar disorder. Pra, grupi i dytë i fëmijëve që duhet të nxjerrim në vëmendje është fëmijët me personalitet bipolar. In bipolar disorder, the individual has alternating episodes of moods. Një person me personalitet bipolar ka epizode të cilën mund të tregoj një personalitet alternativ nga ai që mund të nxjerrë në pjesën tjetër të kohës. These mood changes will last in a sustained manner for several days or for weeks. Pra, gjithë gjendja e tij psikike ose gjendja e tij personaliteti i tij pra mund të ndryshojë me orë të tëra në varësi të epizodeve që mund të ketë gjatë javës ose në ditë. How do we recognize a manic episode? Si mund ta vëmë në duke ose ta dallojmë këtë nëse ky person shfaq këtë epizod këtë personalitetin e dyfisht pra. First thing is they have a markedly decreased need for sleep because their energy is too high. Shenja e parë mund të jetë në momentin kur këta persona nuk duan të flenë, sepse energjia e tyre është jashtëzakonisht shumë e lartë. They tend to be too talkative and too active. Ka një tendencë për të bërë shumë të flasin jashtëzakonisht shumë, edhe shumë aktiv. And then it's followed by a depressive episode. Edhe direkt mbas kësaj spajkut gjithë këtij rrymës së energjisë vjen një moment kur ata ndihen depresiv, një episod depresiv tek ta. The depressive episode will tend to be characterized by
difficulty sleeping, but very low energy. Pra, në momentin kur kalon kjo energjia e madhe dhe këta të bien në depresion, ne mund të shikojmë që këta individ, pra këta nxënës, kanë vështirësi për të fjetur gjumë, por në anën tjetër ndihen edhe shumë të lodhur, pra ka një rënje të dukshme të energjisë. They will have low interest and low motivation. Ka një interesim shumë të ulët edhe motivim jashtëzakonisht shumë të ulët. Appetite is usually decreased. Mund të ketë edhe ndryshim ikjen e oreksit, and they will tend to have difficulty with their memory and with concentration. edhe mund të kenë probleme me memorien e tyre dhe përqendrimin. So we can help the bipolar student by some of these approaches. Pra, një nxënës me personalitet bipolar, ne mund ta ndihmojmë duke bërë këto gjëra. If we recognize their disorder, we can give an individualized educational plan. Në qoftë se ne shikojmë që ky person është me këtë personalitetin bipolar, ne mund të krijojmë një plan mësimdhënie të personalizuar për këtë person. This means accommodations and supports according to his needs. Pra, me pak fjalë, ne mund të krijojmë një plan të atill që mund të jetë i personalizuar ose i dedikuar për nevojat që ky student ka, për ta suportuar. May benefit from extra time for tests and even for assignments. Mund të ketë nevojë për kohë më të gjatë kur I japim një provim ose një detyrë. The due dates of the assignments may be flexible. Pra, datat e provimeve ose datat e dorëzimit të detyrave mund edhe të jenë të lëvizshme për t'i ardhur në ndihmë këtij personi. Even the workload or the complexity of the workload may have to be reduced. Edhe sasia ose madhësia e detyrës mund të jetë edhe më pak e ulët, pra ngarkesa mund të jetë e ulët edhe detyra mund të jetë më pak komplekse, detyra e shtëpisë. He may benefit by being seated where he won't so likely be distracted. Pra, ose mund t'i ndryshojmë vendin ku ai ulet që të ketë më pak mundësi për t'u shpërqendruar pra nga të tjerët. And give regular breaks to such a student to calm down and manage their emotions. Në të njëjtën kohë mund edhe t'i japim më shumë kohë pushim ose hapësirë që ai të dalë jashtë të qetësojë ato gjendjen e tij emocionale, pra me pak fjalë. Social skills training, and sometimes the teacher can do this best by their little comments and training for the student. Ne si mësues mund t'i ofrojmë atit një si trajnim të vogël se si ai mund të sillet në shoqëri. Pra, mund t'japim ca trajnime mbi të sillerit me shoqërinë. And if the teacher collaborates openly with the parents and the parents with the teacher. Gjithashtu, kjo ka nevojë për një bashkëpunim shumë të thellë ndërmjet mësuesit edhe prindrit të nxënësit. And the child may benefit from professional mental health care which you can recommend. Edhe gjithashtu normalisht që ky nxënës mund të përfitojë jashtëzakonisht shumë duke patur ndihmë nga njerëzit profesionistë, pra nga psikologu. Now let's think of schizophrenia. Pra, le të shikojmë personat nxënësit të cilët mund të vuajnë nga skizofrenia. It's characterized by hallucinations. Ky personalitet është I karakterizuar nga halucinacionet, by delusions which are fixed false beliefs which you cannot talk them out of. Pra, mund të jenë disa deluzione të cilat ai ka, por mund të mos si flas me dikë tjetër. The schizophrenic student may
suffer from disorganization, both of his thinking and of his behavior. Pra, një person me skizofreni mund të ketë vështirësi për... sorry, can you repeat that? I got lost. He may be characterized by disorganized thinking and disorganized behavior. Pra, mund të karakterizohet nga çrregullime të mendimit të tij dhe të sjelljes, pra. And the schizophrenic student may be characterized by social withdrawal. Por gjithashtu ai mund të karakterizohet edhe me një tërheqje të mundshme nga shoqëria. What schizophrenia is psychosis. Psychosis, that's a loss of contact with reality. We call that psychosis. Pra, ky çrregullim ose mund të shkaktoj edhe humbjen e kontaktit me realitetin. So, in the classroom, the teenager may be able to stay in the classroom and benefit by school if we make some of these adjustments. Pra, edhe pse një nxënës mund të ketë këtë lloj çrregullimi, ai gjithsesi mund të ndjekë mësimin në qoftë se ne e adaptojmë mësimdhënien për t'ju adaptuar gjendjes së tij. They may need a reduced workload. Mund të ketë nevojë për një ulje të ngarkesës në mësimdhënie. Flexible deadlines on assignments. Mund të kemi fleksibilitet kur vjen puna tek detyrat e shtëpisë edhe mbi datat me të cilat ato detyra mund të dorëzohen. And they may really be helped if you provide them with class notes or even record the classes for them. Por në ndihmë mund të vijë edhe disa shënimet që ti mund t'i japësh këtij personi, ose në rast është e mundur edhe ti regjistrosh këto klasa që ai mund t'i shikojë në momentin që ai e gjen më të përshtatshëm. You may have to help the student organize their homework. Mund të ndihmosh nxënësin që t'i organizojë detyrat e tij të shtëpisë. And you might provide them with sheets that our communication means between the home and the school. Por gjithashtu mund t'i japësh edhe shënime për të cilat mund t'i vinë në mësime në shtëpi. Might be able to help them by giving them choices of activities or assignments. Gjithashtu ne mund t'i ndihmojmë duke i dhënë mundësinë për të zgjedhur detyrat ose aktivitetet mbi të cilat ata duan të marrin pjesë. And when possible, offering one-on-one help. Edhe gjithashtu, nëse ne mund t'i ofrojmë atë ndihmën tek a tek nxënësit. We might create a reward chart for completing the activities. Gjithashtu mund të krijojmë edhe një tabelë me çmime në qoftë se ata i arrin këto objektiva ose i përmbushin këto aktivitete. Encourage the student to participate in after-school activities. Edhe mund t'i inkurajojmë që nxënësit të marrë pjesë në aktivitete passhkollore. Talk to the student about what they are feeling, seeing, or hearing. Gjithashtu mund të jetë e nevojshme që edhe ne të komunikojmë me nxënësin vazhdimisht mbi ato që ai ndjen, shikon apo dëgjon. The schizophrenic student is usually afraid to admit to others what they are experiencing. Një nxënës me çrregullimin e skizofrenisë mund të ketë frikë për të folur me atë që ai ndjen. But if they find that the teacher is a safe person and the school classroom is for them a safe place because of that teacher, it can help them to open up. Por nëse ky nxënës bindet që mësuesi është një person i cili vërtet
është interesuar në gjendjen e tyre dhe ndjen që klasa është një vend i sigurt ku ai mund të qëndrojë, atëherë ka më shumë probabilitet që ai të hapet, të jetë më i sinqert kur vjen puna për t'u hapur për pjesën e tij emocionale. They tend to feel anxious in social situations, so remind them that they are among friends. Ata mund të ndjejnë ankthi në momentin kur ndodhen me njerëz të tjerë, por ne duhet t'i rikujtojmë vazhdimisht që ata janë në një vend të sigurt ku ata mund të ndihen vetvetja. Now, also coach them in breathing technique. Kjo do t'i bëj të ndihen mes shoqërisë, por gjithashtu një gjë tjetër që mund t'i vijë në ndihmë është që t'i japi mësime mbi frymëmarrjen, teknikat e frymëmarrjes. Teach them to breathe through the nose. Mund t'i mësojmë që të marrin frym nga unda And to become more aroused or more motivated, here's what they should do. dhe të jenë më shumë të motivuar ja çka duhet të bëjmë. Take a slow breath in and a faster breath out. Pra, për t'i motivuar, ne mund t'i mësojmë atyre që të marrin frymë lehtë me undë e ta nxjerrin shpejt me gojë. And to relax, take a fast breath in, but a slow breath out. Dhe që të relaksohen, merrin frymarrjen shpejt edhe nxirre avash. Try to have a calm classroom. Por gjithsesi duhet të bëjnë edhe një klasë shumë të qetë. Frequent walks will help the student. Ecjet frekuente të vazhdueshme mund t'i vinë në ndihmë gjithashtu studentit. And in prominent places, post the schedule so that the student can see the schedule. Dhe mund të vëmë ca shënime në të cilat mund të ngjisim skedulat që nxënësi duhet të ndjek. That helps anchor them to the moment. Kjo mund të ndihmojë ata që të përfshihen më shumë në moment. Give them the chance to sit away from other students which may distract them. Gjithashtu mundohuni që t'i mbani larg atyre nxënësve që mund t'i shpërqendrojnë. Allow him to have some movement. Lejoj ata që të kenë më shumë hapësirë për të lëvizur. And then train the student to practice being in this moment. Edhe mundohu t'i trajnosh të student që të ndihen prezent në moment, të jenë prezent në moment. Yes, to turn away from his thoughts of troubling memories and worries and fears. Në këtë mënyrë ai mund të shkëputet nga mendimet e tij shqetësuese ose nga mendimet e tij të kaluarës që mund t'i japin atij frikë apo shqetësim. Being in the moment means to pay attention to his surroundings and immediate events. Të qëndrit në moment do ta ndihmojë atë që të jetë shumë i vëmendshëm mbi rrethanat, mbi situatën ose mbi atë çka atë e rrethon dhe të jetë më koshient, më i vëmendshëm. Coach them how to confront unhelpful thoughts that they may have and replace them with helpful thoughts. Pra, mund t'i ndihmoj ata që në vend se të kenë mendime të pashëndetshme, në të njëjtën kohë ato mund t'i zëvendësojnë ato mendime me mendime të shëndetshme dhe me mendime me informacion. Encourage her to confront the voices she might hear with firm resistance and bring herself back to the present moment. Duhet të inkurajojmë këta persona me skizofreni që të jenë të kenë atë fuqinë në vetvete, të refuzojnë këto mendimet e këqija që i vinë në mendje apo këto shqetësimet që kanë, edhe t'ia dalin mban me personalitetin e tyre dhe të kthehen në moment, pra mos të përhumben
në përmendimet e tyre të frikshme, por të kthehen në moment, në realitet, edhe të jenë të vëmendshëm me realitetin, pra mos t'i humbim mendja tek mendimet apo tek ndjenjat e tyre të brendshme. And lastly, one of the most important things we can do for the student with schizophrenia Edhe gjëra e fundit që ne mund të bëjmë me një nxënës që vuan nga skizofrenia, never praise them for their accomplishments. asnjëherë mos i bëni lajka ose mos i ngrini shumë lart egon në momentin kur ata arrin një objektiv. But praise them for every good character trait. Por gjithmonë bëheni të ndihet i falënderuar ose të ndihet mirë për çdo lloj karakteri të mirë ose çdo lloj shenje të karakterit të mirë që ata mund të shfaqin. It is character that is of lasting worth. Pra, janë pjesa e karakterit të tyre që ka më shumë rëndësi për këta grup njerëzish. And the schizophrenic student may not have as much of external accomplishments as another student, but they can have good character. Por, një person me skizofreni vërtet nuk mund të arrijë jashtëzakonisht shumë gjëra, të arrijë jashtëzakonisht shumë objektiva në pjesën e jashtme të shkollore, por mund të ketë në të njëjtën kohë një karakter jashtëzakonisht shumë të mirë edhe të person i mirë. Help them to see that talent is often misapplied and vain, but character is of lasting worth. Bëheni atyre të kuptojnë që talenti është diçka që nuk është se ka vërtet shumë rëndësi në krahasim me karakterin. Pra, karakteri është diçka që mund të vazhdojë për një jetë të tërë, ndryshe nga talenti. As we reflect on the spiritual, emotional, and practical foundations of connecting with the students, especially the teens, one truth becomes clear. This work, as teachers, your work is sacred. Pra, një gjë e rëndësishme ndërkohë që ne flasim me gjendjen psikologjike, emocionale, mendore të nxënësve, gjëja më e rëndësishme që ne duhet të nxjerrim në pa është detyra që ne kemi si mësues. So we are reminded that reaching the hearts of young people, your students, is not just a task, it is a calling. Ne në kujtohet, ne pra sot duhet të themi që jemi të besuar me këtë detyrën jo vetëm për ta bërë punën, vetëm për shkak të detyrës, por gjithashtu edhe për pjesën shpirtërore, për të investuar në rritjen edhe formimin e karakterit të këtyre nxënësve. So you are challenged to rise above mediocrity, to inspire and model a life of purpose. I'm sorry. Sorry for interrupting. Pra, jeni thirrur për detyrën për të ngritur përtej mediokriteti të ishte fjalë e rëndë, por për të ngritur përtej minimales për të kryer një detyrë jashtëzakonisht shumë hyjnore, ajo e mësuesit. And we know, as I mentioned earlier, that the research shows us that when we lead, I say we because I also teach, not professionally, but I teach my kids and some youth in the church. When we lead with empathy and intentionality, then the teens or the students respond, not just with compliance, but with connection. Pra, me pak fjalë, dua të them që në momentin që ne drejtojmë me empati edhe me vëmendje dhe me dashuri, ne marrim nga ana tjetër nga nxënësit një dashuri dhe një vullnet për të bindur
në thonjza urdhrave që ne ju japim ose detyrave që ne ju japim atyre. Ne të gjithë si mësues, pra pavarësisht se ne jemi apo si jemi mësues në klasë, siç është edhe Jane, ajo gjithsesi mund të jetë mësuese për fëmijët e saj në shtëpi edhe për fëmijët e tjerë që mund të jenë në kishë. So I hope that you will go forward as mentors, not just managers. Por shpresoj që ju të vazhdoni duke patur në mendje që nuk jeni vetëm menaxher të klasësh, por jeni mentor të kësaj klase. And be listeners, not just lecturers. Edhe gjithashtu të jeni dëgjues të mirë, jo vetëm lektor të mirë, pra prezantues të mirë. So always create a space or a classroom where your students feel seen and heard and valued. Krijoni një klasë në të cilën nxënësi ndihet i vlerësuar, i dëgjuar, i ndihet që ka të vëmendjen e cila ose i cili ai mund të kërkojë gjatë orës së mësimit. Because when these students feel heard, seen, and valued, they will rise to the highest version of themselves. Sepse në momentin kur këta nxënës ndihen që janë të dëgjuar, të shikuar ose marrin atë vëmendjen që ata kërkojnë, ata ngrihen për tej pritshmërive që njerëzit mund të kenë për ta. Edhe nxjerrin versionin e tyre më të mirë. So the impact you make today may not be fully visible tomorrow, but it will echo for years to come. Pavarësisht se impakti që ju mund të bëni sot mund të mos jetë i dukshëm nesër pas nesër, por mund të jetë vërtet shumë i dukshëm në një kohë shumë të gjatë, në të ardhmen. And that is the legacy worth building. Edhe kjo është një traditë që ja vlen të krijohet. Në momenti që Ray do të bëj një lutje të shkurtër për ne. Lord, we pray for these teachers. Zot, ne lutemi për këto mësues. May they be like Jesus in their influence upon their students. Pra le të kenë ata një influencë shumë të mirë siç kishte edhe Jezusi mbi nxënësit e tij. Even for the students that have mental illness. Edhe për nxënësit që mund të kenë çrregullimet e tyre mendore. Give them wisdom and understanding how to help them. Jepi atyre zgjuarsinë e duhur për t'i kuptuar ata. And give them faith and patience forever. Jepu atyre durimin edhe besimin e duhur për gjithmonë. Knowing that as they work for their students, they are carrying out their own salvation. Dhe ndërkohë që ata japin mësim nxënësve të tyre, ata punojnë mbi shpëtimin e tyre dhe të vetes. Yes. So bless them, we pray in Jesus' name. Amen. Pra, bekoj ata o Zot në emrin e Jezusit. Amen.